Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe këtë javë në emisionin Bardhezi, ku do diskutojmë edhe për tema tjera. Sonte kemi vendosur që të diskutojmë për shoqërinë ideale. Çka e përcakton një shoqëri ideale? Si mund të jetojë një shoqëri ideale me njëri tjetrin, ndonse kanë edhe mendime edhe qëndrime të ndryshme. Këto dhe shumë të tjera do i diskutojmë me teologun Ardian Sejdiu dhe njëkohësisht është imam dhe ligjërues në xhamin Koha në komunën e Ferizajt. I nderuar, faleminderit shumë që jemi neve. Bismillahirrahmanirrahim, faleminderit për ftesën, përshëndetje juve dhe gjithë ata që na përcjellin, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju dhe familjet tuaja. Faleminderit shumë. Unë thash shumë shkurt për shoqërinë ideale për shkak që minutat i kemi të rezervuar dhe do doja shumë që diskutojmë gjëre gjatë për këtë pjesë, për shkak që është ideja se mbi çfarë norma ndërtohet një shoqëri ideale, po përtej kësaj realisht hoxh, a ekziston një shoqëri ideale nëpër botë sot? Ose a ka ekzistuar më herët? Është interesant se në për libra e gjejmë që kjo temë është diskutuar edhe tek popujt e mëhershëm, se a mund të ekziston një shoqëri ideale apo nuk mund të ekziston. Dhe personalisht i takoj mendimin se mund të ekziston edhe shoqëri ideale, për faktin se njeriu është krijesë e ndershme, ka potencial që të jetë i mirë, e individi, njeriu si individ është prag mbi cilën ndërtohet familja. Pastaj familja e ndërton shoqërinë. Pra parimisht është e mundur që shoqëria të jetë ideale ose të përngjan ideales. Dhe bazuar në këtë referencë, nëse i referohemi Kuranit famëlart, Zoti i Madhërisëm i përmend disa cilësi të popujve apo shoqërive ideale. Fillon me besim, lidhja mes vertikalja, mes Zotit dhe njeriut, dhe pastaj horizontalja në shoqërinë, familjen, rreth e kështu me radhë. Pra besimi, një prej premisave mbi cilat ndërtohet shoqëria ideale. Pastaj është besnikëria, sinqeriteti, vullneti i mirë, guximi intelektual, dituria, durimi, procese, falja, mënyra e komunikimit, këto janë tiparët të cilat e bëjnë një shoqëri ideale në jetën e kësaj bote. Po, kur po flasim për shoqëri hoxh, këto që po i përmend shumë në rregull, po sa është përgjithësi që të krijohet një shoqëri e tillë, po ndoshta na mundna me fol, një individ ideal mundet me qenë se është i sinqert, shkon sipas parimeve fetare, po sa është përgjithësi që një shoqëri mu kriju e tillë? Ne po flasim në atë aspektin e procesit, nëse krijojmë individ të shëndosh, domthonjë ideal me një farë forme, nëse mundna me thonë kështu. Atëherë njëjti do të krijon një familje ideale. E kjo familje ideale do të bëhet pjesë e një shoqërie. Pra po shkojmë me zinxhir. Në radhë parë ne duhet ta përmirësojmë individin. Në mënyrë që të përmirësohet shoqëria, të bëhet familja. Pastaj familja të ndikon në përmirësimin e shoqërisë, sepse njeriu ka potencial të mjaftueshëm për me qenë idealist në jetën e kësaj bote. Me qenë edhe realist, por edhe idealist në jetën e kësaj bote. Zoti i Madhërisëm Kur'an na porosit që ne të pajisemi me vlera dhe cilësi të mira, në mënyrë që të kontribuojmë jetës në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse përmes parimeve të mira, cilësive të mira, njeriu e dëshmon karakterin e vet si qenie e cila është krijuar për mision pozitiv. Sepse jeta e kësaj bote është reale dhe objektivet e jetës janë begi reale, prandaj idealizmi është një çështje që është e mundur të ekzistojë në jetën e kësaj bote. Vetëm se duhet mekanizma të ndryshëm për mekanizma të ndryshëm. Cilat janë këto mekanizma të ndryshme, sepse nga historitë botërore jemi dëshmitar që janë përdorur shumë mekanizma që ju kanë referuar që jemi të kriju një shtet ideal, një shoqëri ideale, por rrugës kanë dështu, pasi ka ra sistemi, çfarë do lloj sistemi ka qenë ai, njerëzit janë revoltu, ka ndryshu gjithçka. Këtu ekziston një debat i thellë mes dy koncepteve në jetën e kësaj bote. E para, që ne i besojmë, si fetar që jemi, ne mendojmë se vlerat i ka përcaktuar Zoti. Nuk mund t'i përcakton njeriu. Njeriu mund t'i zbaton ose të mbveshet me vlera të tilla. Ndërsa në aspektin laik, mendojnë se vlerat i përcakton shoqëria. Nëse mendon se vlerat i përcakton shoqëria, pastaj nuk del rezultati se mund të jetë shoqëri ideale, sepse mund të kenë preferenca të gabuara të jetës. Prandaj edhe nuk është ideale. Pra që në fillim po e sqarojmë këtë çështje. Ato vlera që i ka përcaktuar Zoti, njeriu duhet t'i artikulon. E mira mbetet e mirë dhe e keqja mbetet e keqe. Ndërsa nëse njeriu krijon një standard bazuar në mendjen e vet, bazuar në rrethana ku jeton, mund të jetë e mirë për te, ideale për te, po s'mund të jetë për dikant tjetër. Një shembull thjesht. Ju e dini në komunizëm, për shembull, se sa libra e autor e njerëz deklaronin publikisht se ne e krijuam një sistem më të mirën që ka njohur historia e njerëzimit.
dhe po krijojmë një histori, për shembull, një shoqëri ideale. Në realitet rezultoi që as nuk ka qenë sistemi më i mirë që ka mund ta përqafon njeriu, po as nuk kanë qenë vlerat me të cilat ata janë ballavaçu. Pra, du të krijohet një mekanizëm dhe ajo që e përmend Kurani fillon prej besimit. Besimi ka shumë rol në ndërtimin e mekanizmave të shoqërisë ideale, besimin në Zot, sepse disa kompetenca janë të Zotit Madhreshëm, e disa mund njeriu t'i ketë në jetën e kësaj bote, por që ato vijat themeltare të trajektorës mbi cilën ec njeriu i ka përcaktuar Zoti i Madhreshëm. Për shembull besimi, dituria, sinqeriteti, mënyra e komunikimit, e kështu me radhë janë përcaktuar një herë mirë për Zotin Madhreshëm dhe shoqëria ideale nëse i pajiset me këto, atëherë dëshmon se me të vërtetë i përngjan një shoqërie ideale. Domethënë me këto që po e diskutojmë, nëse bëjmë një paralele, ku qëndron shoqëria ideale ose individi ideal me laçet, me lejket hoxh, për shkak që me laçet janë ato krijesa të cilat janë veç me adhuru Zotin edhe me kry punë për Zotin. Njeriu me vepra të mira mund t'i përngjan me lajket. Mundet me i përngjajt. Faktikisht shpjegohet kjo në Kur'an. Domthonë njeriu me vepra të mira mund t'i përngjan me lajkeve, por s'bëhet me lajke. Domthonë njeriu nuk mund të bëhet me laçe. Mund t'i përngjan karakterit e me lajkeve, sepse ato janë krijesa të koduara. Çysh mundet me i përngjajt? Për shembull, me lajket nuk bëjnë keq. Dhe një njeri i mirë mund të mos bën keq. Po. Për shembull, me lajket nuk gënjejnë. Dhe një njeri i mirë mund të mos gënjen. Por jo të njëjtën. Si shembull, mund t'i përngjan, se nuk po them që mund të bëhet si me lajke. Po ashtu edhe është e kundërta. Njeriu me sjelljet e këqija mund t'i përngjan edhe djallit, sepse djalli është krijuar për mision negativ. Domthonë për përçarje, për elemente negative të jetës, për shkatërim e shumë me radhë. Njeriu i keq mund t'i përngjan me sjellje. Pra njeriu është mes këtyre dy botëve. Njeriu gjithsesi është mes këtyre dy botave, ndryshon prej tyre, sepse njëra botë është e koduar dhe është krijuar për mirë, me mision. Tjetra e ka karakterin e keq, është krijuar për mision të keq. Dhe njeriu ka në mes, që ka mundësi të merr edhe prej anës djathtë e prej anës majt elemente. Pra njeriu është i obliguar që ta ndjek anën pozitive të tij, ta zhvillon dimensionin real të jetës, domthonë atë anën pozitive që ka, sepse njeriu është misionar i madh në sipërfaqe të tokës. Dhe Zoti i Madhreshëm ja ka besuar këtë mision. Pra përmes zhvillimit të misionit që ka, ai përngjan edhe me lajkeve. Është misioni i njeriu në tokë veç me u bind Zotit apo edhe me zhvillu një jetë? Parimisht në këtë dunja njeriu është i obliguar të nështrohet Zotit, sepse me rregulla. Me rregulla, sepse fundi jeta nuk është pronë e njeriu. Është Zoti i cili ka dhënë jetën. Njeriu e zhvillon jetën në tokën e Zotit Madhreshëm. Njeriu s'ka kriju tokë. Edhe sa vite ekziston ky njerëzim në tokë, ka ndëgjuar ndaj kush ka kriju dhe ka zgjeru tokën? Zoti i Madhreshëm. A ke dëgjuar se dikush krijon ajër, shembull, krijon detra, pra njeriu e zhvillon jetën në tokën që ka krijuar Zoti i Madhreshëm. Prandaj misioni i tij është me njoh Zotin dhe në kuadër të njohjes së Zotit të Madhreshëm, ai e ndërton jetën reale. Dhe këtu është dallimi mes dy koncepteve të ndërtimit të jetës. Konceptit fetar, duke filluar prej besimit, dhe konceptit laik. Për shembull, janë dy persona të njëjtën jetë, në njëjtën kohë. I shijojnë të mirat e njëjta. Njëri nga këndvështrimi fetar e jetën, nga besimi, tjetri nga aspekti laik. S'kan humb asnjëri kur gjon këtë jetë, në këtë jetë po flas, ndërsa kanë humb botën tjetër ky që s'ka besu. Laiku. Laiku sepse e kanë ndërprer të mirën në gjysmë. Po. Për këtë arsye koncepti i jetës fetare është kjo. E shoqëria ideale ndërtohet në çet mënyrë, për shembull, duke i respektuar ligjet etike, morale që i ka ekzistuar, që i ka krijuar Zoti i Madhreshëm. A mund me bashkëtu shumë mirë në të njëjtin ambient, për shembull, laiku edhe kjo pjesa e shoqërisë ideale që është e përcaktuar me fe? Ekziston mundësia që të bashkëjetojnë, domethënë duke mos pas ndonjë të lashëm mes veti. Mirë, po shpesh herë edhe ndodhe kundërta. Cila të lashja më e madhe që mund me pas? Çepse ndodhe kundërta. Sepse ai i cili ndërton jetën, kauzën e jetës, mbi premisat e besimit, i ka do kufi moral, që nuk mund t'i te kalon. Po. Sepse e din që në ditë komendon llogari para Zotit Madhreshëm, edhe nëse nuk e shef ligji. Ndërsa tjetri si nuk beson në botën e përjetshme, edhe ndërton atë kauzën e jetës, të mendu se vetëm kjo jetë është. Ai shpesh herë shet begi keq në vepra të cilat nuk i takojnë njerit. Dhe shpesh herë pastaj ndodh ky mos pajtueshmëri mes veti. Edhe pse në aspektin fetar ekzistojnë ligje që menaxhohet kjo punë. Domthonë menaxhohet edhe ai që nuk beson.
në shoqëri të besimit. Menaxhorët edhe keqi, sepse ka disa ligje të përbashkëta, në jetën se botë kemi ligje jemi të barabartë para ligjit. Po vlet në aspektin fetar. Po. Dhe ka disa të tjera të cilat për shembull ka preferenca. Ai i cili beson respekton, ai i cili nuk i beson i shkel. Po. Para se të flasim për shoqëni tjera, hoq, ne jemi dëshmitar që shqiptarët gjithmonë kanë jetuar në harmoni me njëri tjetrin, ndonse edhe Kosova është stat laik. Çush e përcakton ti krit shoqëninë tonë sa i përket kësaj çështje? Që t'jemi të qartë në këtë çështje, feja islame ka bashkëtuar me popullin tonë edhe atëherë kur s'kemi pas ligje. Edhe atëherë kur s'kemi pas rregulla. Edhe atëherë kur s'kemi pas shtet. Momenti kur ky popull e ka përçafu këtë fe, ligjet e islamit kanë dominuar në familjet shqiptare. Dhe sot asë ditë dominojnë. Sot i kemi të tillë. Domthonë janë prezente tani. Kemi gjetë një gjuhë të përbashkët dhe mund të themi shumë qartë që në procese më të rënda të jetës na ka ndihmuar fort kjo fe që ne kena përçafu. Për shembull, në jetën e kësaj bote nuk ka njeri laik. Laik është term juridik që nënkupton shteti, nuk bazohet, shteti funksionon duke mos u bazuar në teori fetare. Por nuk ka njeri laik. Edhe ai cili punon në shtet nuk është laik. Edhe ai cili merr përsipër me ekzekutu ligjet e shtetit nuk është laik. S'mone se na kena dhe festa zyrtare fetare. Kjo është aspekt juridik, për aspektin shpirtëror po flas. A mund të ketë njeri laik? Jo. S'ka. Dhe ky laicizmi që ne mund të ketë njeri sekular, për shembull që e sheh një çështje përmes prizmit jo fetar. Edhe kjo është domethënë teoria e sekularizmit të shekullit 16, për shembull, që ndarja e shtetit prej fesë, që kanë përdorur evropianët e pastaj amerikanë e kështu me radhë. Pra shteti mund të ndahet prej teorive të fesë, por nuk ka individ që mund të jetë laik, i zhveshur prej një ndjenje të besimit. Sepse Zoti i Madhërisht e ka krijuar njeriu në këtë mënyrë, një krijesë dualiste, e përbër prej materies dhe prej shpirtit, dhe shpirti ka ligje që si nështrojnë laicizmit, ndjenja, urtësia, për shembull, besimi, etja për dije, etja për të vërtetë kështu me radhë. Pra një nuk mund me qenë laik. Instikti që ka dhënë Zoti i Madhërisht. Pra mund të jesh edhe pjesë e një institucioni që quhet laik, por në realitet nuk ka shoqëri laike. Dhe gabimi më të madh, sepse këtu te ne në Kosovë po provohet që të imponohet një diskurs përmes disa analistave që të paraqitet se populli është laik. Gjë që ka të sillesh majtas dhe djathtas demantohet kjo çështje. Fakt i parë. Pse mirë po dhe në botë nuk ka shtet laik. Nuk ka popull laik. Nuk ka. Në cilin do shteti merr nuk ka popull laik. Mund të ketë një aspekt juridik, por jo populli, sepse edhe ai i cili e ka bën këtë ligj nuk është laik. Edhe ai i cili është marrë për këtë punë nuk është laik. Sepse një ditë kemi pa në xhamin, një ditë ndoshta e shem ku e din kish, pra nuk është laik. Edhe ai i cili ka shku këtë kushtetutë. Edhe ai që ka shku kushtetutën të definuar se është laike ky popull, bie shahadet në sabah akşam. Dhe ai thotë Allahu është një kështu me radhë. Kjo pjesa e shtetit laik hoxh është që banorët, qytetarët me bashkëvepruar mirë me njëri tjetrin apo si ide? Jo, laicizmi që të kuptohemi publikisht. Laicizmi ka lindë si ide me shkput ndikimin e kishës prej shoqërisë. Domethënë sepse në atë kohë në mesjet kisha ka luajtur një rol negativ. Që u konsideru mesjeta e errët. Mesjeta e errët. Dhe sikurse Evropa të mos shkputej prej krishterizmit, nuk ishte me qenë kjo Evropë. Por do të kishme po një Evropë këtë tjetër. Të luftrave të përgjakshme, të degradimit, të mos civilizimshëm me radhë. Dhe ata çka banën evropianët? Popullit evropian e kuptuan që pengesa e zhvillimit të shoqërisë është kisha, së bashku me klerikët asaj kohe. Dhe e shkputën. Normal nuk është shkput me paç. Po është bën me luftra, me gjak, me persekutime, me gjyqje, e ku diçka. Dhe ja që ja dolën, dhe shkputën ndikimin e kishës prej shtetit. Dhe pasaj filluan të frymojnë popujt e Evropës më lirshëm se sa qysh në atëherë. Që kjo është laicizmi, ideja më shkput prej pse? Sepse kisha impononte një metodë të jetës që si poshtat ke popullit. Na e dim që edhe njerëz i kanë trajtuar si skllav tash. Kemi pas klasë punëtore skllave për shembull. Padyshim. Sidomos edhe gjininë femërore e dim shumë mirë se çfarë periudha ka kaluar pikërisht në mesjetën e errët. Dhe për këtë arsye pas ka kjo që po a krijon ky format hosh një shoqëri ideale për shembull? Jo, shkputja e shoqërisë prej fesë nuk është shoqëri ideale. Çka është? Domthonë feja duhet me ekzistuar në shoqëri. Domthonë sepse ti po bën fjalë për një dimension begit thellë. Ti po provon me ja përshtat jetën aspektit fizik, por ja që njeriu është qenie shpirtërore. Gjërat në këtë botë nuk shihen vetëm nga prizmi fizik.
Si jena me veç mekanik, për Domthon shembull. shumë e qartë, po ka emocion, ka ndjenjë, ka shpirt, ka ndërgjegje, ka vujtje. Qenie njerëzore. Për këtë arsye, për shoqërive ideale, shoqëria ideale fillon nga besimi. Lidhja vertikale me Zotin. Qysh ja akcepton jetën? Për shembull, kush është krijuesi tina? Cilat janë ligjet shpirtërore që do të ekzistojnë në jetën e kësaj bote, për shembull, etike, morale kështu me radhë. Pastaj edhe në rrafshin shoqëror, normal, krijon ligje, krijon funksione e kështu me radhë dhe e ndërton jetën mbi këtë banë. Në një kohë shumë moderne që jemi tu jetu na, sa e vështirë është që të rit me jetu në një shoqëri ideale, po ndoshta edhe mos mu kufizu shumë sa i përket edhe fesë në përgjithësi, po edhe jetës. Që të jemi të qartë, shoqëri ideale pa ligje morale nuk ka. S'ka. Definit pik. Nuk mund të quhet një shoqëri ideale e mirë nëse në atë shoqëri se ekziston rregulla morale. Po se dikush e quhen shoqëri ideale për shembull, po ecë rinia shumë, po dal shumë, po feston shumë, po din shumë, abedem po veç fe nuk e shtin në shoqëri ideale. Domethënë, kjo nuk është shoqëri ideale. Çka është kjo hoxh? Domethënë, kjo është thjesht një model degradues që i afrohet kësaj shoqërisë tonë E pse po mundon postmoderne. mu kamuflu me diçka shumë ideale? Sepse ata të cilët kanë qëllime të këqija për popullin, ata nuk e mshefin idenë, nuk e zbulojnë idenë. Për shembull, si mund të konsiderohet një shoqëri ideale, për shembull, kur amoraliteti është në kulm? Amoraliteti është indikator që shoqëria nuk është ideale. Besnikëria, sinqeriteti është argument për një shoqëri ideale. Po këto kanë hup, hoxh, për shembull, në ditë sodit, për shembull, shumë pak gjë njerëz të sinqertë dhe besnik. Po them, ne po flasim si duket shoqëria ideale. Dhe këto që i bëjmë ne nuk janë ideale. Ne i takojmë së shoqërie. Për shembull, a mundemi me kthy në një shoqëri ideale, nëse po si kthehet një shoqëri? E kjo mundemi, ne po fillim të bisedës tam se është e mundur që shoqëria të jetë ideale dhe është e mundur ti përngjan ideales. Me rregulla fetare. Jo vetëm fetare, po edhe rregulla të cilat derivojnë nga ndërgjegja e popullit. Për shembull, në ligjet tona, për shembull, a parashifet marr për shembull aspektin ndjenjes të njeriu. Po. Si shembull si ligje laike. Marr për shembull dahet burri dhe gruaja. Për shkak të tradhjes. Ç'se parashesh shteti tradhjen? Ku gjo, thot ndaj dhe kaq. Por ky njeri ka psu lëndime. Si shembull, a është lëndu? A do të më pas një ligj moral? Çka thot ligji? Si shembull, Po jo, ligjet morale, po them në fillim, ligjet morale i ka përcaktuar Zoti dhe shoqëria, nëse do mbi përngja ideales, ai duhet të zbatojë ligjet morale që i ka caktuar Zoti Madhreshëm. Po nëse ai eskavon, i kalon të ligje dhe krijon ligje tjera, është predestinuar për të mos qenë, për shembull, shoqëri ideale. Dhe janë në jetën e përditshme për shembull sot. A na mungon sinqeriteti si shoqëri? A na mungon guximi intelektual? Po. A na mungon për shembull baza intelektuale? A na mungon durimi? A na mungon për shembull falja? A na mungon komunikimi pozitiv? Gjitha këto në shoqërinë tonë mungojnë. Janë një shembull shumë thjesht. Kur në çështje private posto diçka në Facebook për shembull. Dhe do të habitesh se sa njerëz inkuadrohen me fjalë të këqija në faqen personale tonë ose temën. Nëse postojmë diçka për fe? Jo, por çka do që është e mirë ajo. Domethënë njerëzit të frustruar kanë mu kyç. Pse? Kjo është mungesë, domethënë kjo është një indikator që ne po e krijojmë një brez, një shoqëri pa ligje morale, pa ligje etike. Dhe thjesht trendi bashkëkohor, thuaj çka dush, demokraci, a e qillon as e qillon s'është me rëndësi. Fol për moralin, ty qysh në tekët, krijo averzione të jetës dhe kështu përfundon domethënë dita mes tyne farë teorive të ndryshme. Po, më falë, hoqë se ta demokracia, është keq kuptu këtë termi demokracia, na jena dalë për te i demokracisë, si shoqëri po flasë, jo si individual. Ne nuk kemi përvojë si shqiptar, si popull, si shoqëri, që të bashkëveprojmë në demokraci. Pse? Këta duhet me thonë, sepse jemi shoqëri në tranzicion. E para dhe e dyta, ne kemi marrë për demokracisë më të keqen të mundshme. Sepse demokracia nuk është pika, fundi, që ty ta projekton jetën. Nuk është diagnoza e saktë e jetës tonë, e kompletuar. Thjesht, demokracia nuk është kështu. Po ne çka bënë shqiptarët? Populli jonë në fjalë. Ne morëm për demokracisë vetëm ata që pajtojnë me ambicet tona të shturra dhe krijuam averzion në jetë. Pastaj krijuam tërmete në familje. Ne jemi një familje për shembull me kodeks familjar të ndërtuar begi mirë
dhe kemi përjetu kohës, edhe rrethonave kohore me çet kodeks familjar. Çka bën në demokracinë? Ne ja dham një liri të tepruar anëtarëve të familjes. Dhe pastaj përmes asaj lirie të tepruar, ato i thyn rregullat e familjes. Dhe pastaj krijuan një verzione në familje. Dhe u bë gati se e padurueshme familja shqiptare. Për shembull të kaluarën, kur ke diskutuar tema banale në familje, që në emër të demokracisë diskutohet sot. Skandal. Shembull është djen marrë, ki frikë, me pa një emision 50 minuta me familje dhe me fëmijë, sepse kemi dëgju lloj fjale që si takon shoqërisë, nuk i takon etikës, moralit. Dhe aja thotë unë thotë jam i lirë, po ti i lirë, nuk ka dyshim, por e kini kufi, sepse nuk mundesh në emër të lirisë me rënu për reputacion, me rënu moral, etik të këtij populli që ka ndërtuar shekuj me radhë. Pra, që të mos zhenohemi për temës shumë, ne mund t'i përngjojmë shoqërisë ideale. Dhe do të bëjmë përpjekje që ta kanalizojmë shoqërinë, që t'jetë më e moralshme, më etike, më profesionale, më largpamëse, dhe ti realizon qëllimet e jetës në mënyrën më të mirë të mundshme. Po hoq, ju thajt, fillojmë nga vetja, pasojmë në familje dhe kështu me radhë. Por shpesh e dim që thuhet edhe kjo fjala të na shqiptarë thojmë 5 gishta i ka dora nuk janë të njëjtë. Tash, nëse nisim nga vetja, nesër nuk na garanton që ndoshta fëmiu ynë ose dikush tjetër një familjar i ynë do dalin njëjtë sikur na. Për faktin që nuk janë gishta të njëjtë nuk kupton se nuk i shërbejnë të njëjtit njeri. Okej. Do të thonë, ne mund të kemi nuanca ndryshme, edhe konceptuale, edhe ku e di çka. Por kjo s'do të thotë që ne si shërbejmë të njëjtës. Ideja ose kauz. Jeta është kauz në veti. Dhe njeriu duhet të shërben kauzës. Dhe qëllimi i jetës është mi arrit objektivat më reale të saj, me lënë gjurmën trajtorën e jetës, duke e ruajt edhe reputacionin si njeri. Dhe tash është e mundshme që ti të jesh shumë i mirë dhe një pasardhës mos jetë i mirë. Kjo është e mundshme, nuk përjashtohet kjo çështje. Po kur krijohen mekanizma në shoqëri, edhe çaj i përjashtuari nëse mund të thonë që paska dalë ndryshe pe tjerëve, edhe ai hyn në rreth. Për shembull, ti je në autobus, edhe ketë nxënësat janë në rregull ose pasagerët. Një mund me kanë i pandërgjegjshëm. Nëse shoqëria është ndërgjegjshme, e frenon. Po me kanë e kundërta. Pra qysh një ndërgjegjshëm në një shoqëri pa ndërgjegjshme. Pra pse po i trajtojmë këtë temë, pse po diskutojmë këtë temë? Sepse ne jemi popull që kemi pas dinjitet. Edhe bota na ka njohur përmes dinjitetit që kemi pas. Burrnisë, sinqeritetit, moralit, etikës, familjes, besës. Dhe ja që për 25 vite, sikurse humbëm gjithçka që është autoktone jonja. Dhe filluam të imitojmë dikën tjetër, popull tjerë. Ndoshta për ta mund me qenë në rregull, sikur për shembull ta imitojmë dikën në Kore të Jugut atje. Ndoshta për ta në rregull, po për neve s'është në rregull. Çka ndikoi hoq? 25 vite janë pak për me ndryshu kaq shumë. Unë personalisht nuk moj men dhe s'kam lexuar që ka popull që kanë ndryshuar më shumë se ne. Se sa ne? Unë personalisht po flas, ndoshta dikush tjetër ka argumente tjera. Që kemi pësuar ndryshime. Jemi më lehtë manipulueshëm, munduemi me ndjek trendin dhe na kthehet bumerang, pse ndodh kjo? Janë shumë arsye. Nëse i analizojmë arsyet pse ne pësuam kaq shumë ndryshime, mund ta bëjmë një listë të gjatë të arsyeve. E para, ne nuk kem të përgatitur me kalu tranzicionin. Mungun këshillat e njerëzve të dijshëm, mungoj projekti i shtetit se si do duket shoqëria pas përfundimit të luftës. Ne kishim një plan deri në luftë. Të gjithë u mobilizuam. S'ka zgjidhje tjetër vetëm se luftë me Serbinë, me pushtuesin, dobimin e saj prej territoreve tona dhe të kthehemi në normalitet, në jetën normale. Këtu e patëm një plan. Dhe populli, pavarësisht prezat, kohën, të gjithë u rreshtuam drejt këtij projekti. Mas përfundimit të luftës, neve sikurse na i morën argumentet për dorës të tjerë. Ju dha pak hapësirë njerëzve të mençur me diskutu për mënyrën që me kalu tranzicionin. Shtoja kësaj edhe shërbimet tjera që s'ja duan të mirën këtij populli, imponuan diskurse të ndryshme, prun modele modele me një farë forme testuese që s'ndodhin në asnjë vend tjetër, vetëm te ne këtu, duke mos e pas parasysh që ne kemi një kodeks familjar të ndërtuar në atë mënyrë që nuk lejon kaq degradimin e familjes. Na observuan informacione të gabueshme për perëndimin. Gjithçka që banin në rini, thonin perëndim banin kështu.
Ati shkon në perëndim, pejt hanës deri të premte mramje, ti nuk sheh njëri rrugëve. As në për kafe nuk sheh. Sepse ata në punë, perëndimi nuk është zhvilluar me moralitet. As nuk është zhvilluar me drogë, as në prostitucion, por është zhvilluar me punë. Dhe neve na observuni mendim se atje ka liri të shprehjes, njerëzit na për diskoteka, ku e diçka, gjë që s'është e vërtetë. Sepse dhe kështu na observu dhe krijuam një shoqëri, një brez 25 vjeçar, që tash se ka problem të inkuadrohet në rrjedha normale të jetës. Dhe nuk është ndoshta faji i tyre, por është faji mungesa shtetit, mungesa mekanizmave, mungesa e njerëzve të mençur që e kuptojnë tranzicionin dhe se si të dilet për tranzicionin. Dhe jo rastisht është thonë për libra, popujt e mençur i qëndrojnë tranzicionit, dhe sa popujt më pak të mençur dështojnë tranzicion. Asimilohen. Ne për shembull krijuam lloj-lloj versione të jetës, ndërkohë që jeta është shumë më e këndshme, më e bukur, më e mirë sa kaq, dhe sidomos në vendlindje. Kur po e marrim si pikë referencë vendet evropiane, hoq, ju edhe jeni shumë shpesh i pranishëm atje me besimtarët tonë shqiptar, po në anën tjetër në vendet evropiane, përkundër zhvillimit që e kanë dhe ju tha që ekziston një shoqëri ideale aty, sepse e din kur e kikon e punës, e din kur e kikon caktuar gjithçka. Ata veprojnë me njëri tjetrin në një shoqëri që kanë besime të ndryshme fetare. Po. A e bën edhe kjo një pjesë të shoqërisë ideale pavarësisht besimit, normave që i ki, rregullave familjare, sepse realisht na thojmë këtu që atje jashtë është shumë gjithçka është moderne, është shumë normale me dalë vetë, mos me i këshyr prind, po në anën tjetër pse kemi kësi krahasime? Për këtë arsye, unë mendoj se prej kritereve për me qenë shoqëri ideale është edhe aspekti juridik. Ligjet. Do me thonë aspekti juridik. Po na kemi ligjet e mira, hoq. Që ta sqarojnë për shembull. Është do me thonë një prej kritereve. Premisave që ndërton një shoqëri ideale është edhe aspekti ligjor. Tash në aspekti ligjor për shembull normal që ka dallime mes asaj që e vendos njëri dhe asaj që e vendos Zoti i Madhërisht. E fatkeqësisht në shumë ligje anashkalohet vendimi i Zotit të Madhërisht. Prandaj dhe shoqëria sado që të evolon me një sektor, në sektorin tjetër dëshmohet që nuk është shoqëri ideale. E marrim shembull Evropën për shembull. Në aspektin e drejtësisë. Është shembull. Nuk ka atje padrejtësi. Nuk ka atje diskriminim në aspektin ligjor po flas. Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Ku tham të gjithë. Domthonë është në rregull kjo pjesë. Por është ideale, jo, pse? Se në aspektin moral. Në ligjet morale nuk është ideale. Për shembull, a mund të jetë ideale ideja se njeriu kur t'i ban 18 vjet të shkputet për prindve dhe kur më mos ta din se kur vdes prindi i tij? A mund me qenë normale kjo? Jo, do me thonë, edhe atje po mungoj ka diçka. Ne po flasni për shoqëri ideale, duke mos dashur në simit të njëjtu në akuzën ndaj po ne po flasim çka është shoqëri ideale. Për shembull, për këtë arsye feja nëse shkputet pej jetës njerëzore, parimet e fesë, njeriu më nuk i përngjan ideales. Ja t'ja tham një shembull thjesht. Domthon po lidhemi këtu te idealja. Ti je shef një Evropë të ndërtuar e mirë. Një pamje të bukur. Ligjet, rruga, sistemi i shkollës, rregulla, disiplina. Por nëse hin në brendësi të saj për shembull, vren që ka shumë elemente që tregojnë se nuk është shoqëri ideale. Një prej tyre kodeksi familjar. Që është ndërtuar gabimisht dhe pastaj njerëzit e vujnë këtë dimension të jetës. Pse e vujnë këtë dimension të jetës? Qysh është e mundshme? Shembull, të ekzistojnë qindra e mia qendra sociale për pleq, të cilët nuk i din ku kanë fëmijët. Të jap një shembull Suedia. Por afërsisht 2 milion njerëz të moshës së re. Vitin e kaluar e pash një statistikë. Të moshës së re, gati janë të paaftë për jetë. Të cilët ju kanë nështruar proceseve të drogës. Ato 2 milion njerëz të ri për shembull, të moshës së re, në një shoqëri ideale, çish kanë rënë atë nivel? Kanë rënë në nivel sepse liria e tepërt, mos përgjegjësia morale ndaj kodeksit familjar, ka bërë që ato të bëjnë gabimin fatal të jetës, edhe pastaj të përfundojnë në mënyrë më të keqe të mundshme. Unë hala kam në pamje
një shesh kur kam pa vajza dhe djemë të ri në atë gjendje. Dhe i pyes se pse janë kështu, tha këto janë të droguar. Gjeste dhimbshme. Ja, shteti nuk bën asgjë. Do më jo, sepse shteti e din që këto janë të lirë që... Lirë i kanë benet e tyne dhe shteti e din që këta përfundojnë shpejt. Se ka arë në fund të jetës. Pra nuk qenë ka shoqëri ideale ajo. Nuk e di prindi ku është t'i dhënë shpirt fëmija i vetë. Dhe nuk e di fëmija se në çfarë gjendje është nana vetë. Dhe është baba i vetë. Do më thonë, dhe tash shoqëria ideale buron nga temelin nan dhe babë. Artikulohet në familjet ngushtë që ndjen, kalohet në shoqëri dhe shoqëria e merr këtë respekt. E keni pa të kaluarën shqiptarët kur ne ishim në autobus dhe pashmi një plak ose një plak, një nanë dhe një sa me respekt e ulshme në vend në dur. Sepse në mënyrë automatike kuptonim që po bëhet fjalë për një respekt që është artikuluar në familje, nanë dhe babë. Ja sot ku jemi nëse, shembull. Çfarë respekti kanë të rritë për shembull në familjet tona? Ndaj pleqve, sepse kur na dëgjon dikush kështu, mendon që na jemi të prapambetur, nëse kemi ecë botën, a në realitet është e kundërta, ka qindra shtete që kanë bëthu, e kam lëvizje, kam nejti ku diçka, po më po flasë ata që është reale. Pra, nuk mund të ndërtohet një shoqëri ideale pa një ligj etik që buron për thellësisë së zemrës. Dhe atë zemër e artikulon besimin e Zotit e Madhreshëm. Dhe i tregon se ku i ki kufit njerëzor dhe ku mund me shku njeriu në jetën e së bote. Një shoqëri ideale ndërtohet mbi besimin në Zot apo mbi frikën nga ndëshkime? Besimi në Zot është parimi, e pastaj ndëshkimi është pjesë e edukimit. Edhe frika, domethënë, frika nga ndëshkime. Po, në të gjitha ligjet pedagogjike ekziston edhe frika. Se ka po do edhe ligjet domethënë sistemi juridik na friksohemi që po dënohemi për këtë arsye nuk i shkelim rregullat. Fakt, edhe metodika si shkencë e jep se ndëshkimi është pjesë e pedagogjisë. Tash mënyra që ndëshkohen është çështje tjetër, por nuk mund të përjashtohet ndëshkimi prej parimeve të edukimit. Për shembull, pse kërcëtojmë fëmijën na se kemi ngel në klasë? A ndëshkim? Po, ndëshkim është. Do më ndëshkim? Nëse bën çto, nuk komet... Do më ngel, ose përjashtohesh për shko, edhe këta normale, edhe duhet me ekzistu këta punë. Duhet. Duhet, patjetër. Me edukun që të formë. Duhet me ekzistu edhe ligjin ndëshkimi. Se hoqë është debati për shembull që nëse në stop i thu fëmis, nëse bën këto, nesër kom me ta kompenzu pak ma ndryshe, nuk bën se është një farë lloj imponimi. Jo. Nuk është. Jo, nuk është kështu. Po flas në aspektin pedagogjik fetar. Po, na që to suaza po flasim. Në fakt, ne duhet patjetër që t'ja tregojmë çka pas këtij veprimi. Pra është, se dje so bëjmë qartë, është metodë pedagogjike, edukimit. Më lejoni t'ja tham një shembull personal, që më ka bërë shumë përshtypje. Kjo ka ndodhur në Zvicër, kam qenë me një Migros, që barket. Edhe vjen një zoj me 2 fëmijë. E unë isha të marrë diçka, ajo vjen. Si duku fëmija 5 vjetë, s'ka pas më shumë. Edhe fëmija i merë 2 sene, 2 gjësende në raft. Unë kam qenë dëshmitar dhe kam përsirë për afërmi, si më ka interesu ku po përfundon debati mes asoj zojë dhe fëmijëve. Ja imponoj nana dhe i tha, njanën prej të dyja, jo të dyjat me marë. Zgjedha cilën të ushtë ati, ama të dyjat jo. Dhe një kod gjata i met me, dhe filloj me qajtë. Nuk i bani përshtypje nanës. Po i thot, definitivisht, njanën për dyja dhe pikë. Herë marrë njëra tjetër fëmija, se zditë si me lanë, dikur e murë ata, me murë dhe tukaj. Dhe mu më shkoj mendja thash këshëre. Dhe me thonë, edhe kjo metodë e edukimit. Sepse njeriu pastaj mbahet egoist, nuk din me ba bëdh. Pse për shembull njerëz gabojnë edhe hyjnë territor tjetër, sepse është egocentrik. Kemi diskutuar emisionin e parë këtë pjesë, rritet ego, po për të krijuar një shoqëri ideale dhe një individ ideal, pikërisht prej fëmirisë fillon. Tash në shoqërinë tonë, hoqë po ndërprej, shoqërinë tonë për shembull, na i kemi fëmijë që veç mos me kajt ja bojnë çefin për gjithçka. Në aspektin psikologjik. Çka krijojmë na në aspektin psikologjik e bën fëmin pa aftë, sepse ja mundson fëmijës me aktru. A ke pa shumë për fëmijëve e ka kuptu, do me thonë, mentalitetin e babës dhe nanës, kur do në me arrit qëllim me diçka, që të populli hujitit.
thot du të mja dhanë këtë sen si këtë non-stop kanë pasaj. Sa e ka ble prindin që nëse vajton jepët çështje. Mi po kjo është me rritnit mi pa ligje. Pa u mësu mi thonë jo egës. Edhe ky fëmijë pasaj nëse bëhet i rrezikshëm shoqëri, sepse ai s'di me boboll, nuk di ku është kufini. Pra ekzistojnë ligje pedagogjike, norma pedagogjike. E në mesin e norma pedagogjike, padyshim është edhe një formë e ndëshkimit. Çështja ndërshkon, nuk ta jap këtë çështje, s'është për ty, s'është kohës tonë, nuk është për ty e kështu me radhë. Dhe ai mësohet me ligje, domthonë të jetës normale dhe bëhet pastaj i dobishëm për shoqëri. Por ndryshe njeriu ka prirje që të mos ketë pika në jetë. Të degeneron pa kufi shumë. Ka prirje, se ka potencial. Kur fillon kjo devianca që mujna me vrejtna që për shembull kemi humb shpresën çat person edhe ma nuk mundet me pas prirje në jetë, nuk ka pikë synime, nuk ka kurrë. Kjo është temë ndoshta që takon edhe psikologëve me diskutu, dhe ku për shembull njeri mund me çu dur për njerit. Në aspektin fetar unë mendoj që nuk ka moment ku njeri dorëzohet për ballë keqës. Në aspektin fetar. Sepse gjithmonë ka një shans tjetër. A mund ma shumë e mirat keqën, a e keqat mirën? Jo, faktikisht e mund e mirat keqën. E mirat keqën. Sepse në rast se në aspektin fetar, kuranor, në rast se e keqja dominon, atëherë me të vërtet ma nuk ka shpresë në shoqëri. Dhe ndëshkimi është ka menja se men njerit, ka vjen degradimi. Por ne kemi shpresë dhe nuk ka gjithçka e keqe. Po na po flasim për më të mirën, sepse në jetë ekzistojnë dy rregulla. Thot mesin e të keqës zgjedhet edhe më pak e keqe. Po pse s'pes bëjmë të kundërtën? Mesin e të mira me zi më të mirën? Ton shoqëria ideale nuk e diskuton këta, në mesin e të këqijave zgjedhet edhe më pak e dëmshme. Po shoqëria ideale thot në mesin e të mira po e bëjmë më të mirën të mundshme. Po ka debate që shoqëria ideale është veç shoqëri fiktive, se është e pamundur që të jetë një shoqëri ideale. Pikërisht për shkak se teoritë laiciste e japi kështu. E ne po flasim. Është investuar shumë për këtë pjesë. Padyshim se propaganda shumë e madhe. Tamam si në komunizëm. Keni pa në komunizëm për shembull ka guxuar dikush që të flet në media ke pa dikon. Përsekutuar shumë. Shumë, edhe ka guxuar dikush i mëshëm me thonë që kjo punë ose kjo ide që keni instaluar ka më përfundu keq. Jo, por gjithë janë shtirë para medjave se janë pozitiv, nuk ka jetë më të mirë, ky sistem është çip përshtatë të gjithëve, ndërkohë që na dul diçka jashtëzakonisht. Se tash po i vujmë pasojat ende prej shoqënisë komuniste, e dim, po çish më dalë për kësaj gjendje se që është shumë propagandë edhe që më janë nis ndoshta pak më kfill edhe me i përvecu këto shoqëritë ideale që kemi na për më kriju tillë. Shoqëria kosovare deri te ai idealizmi madh e ka begin i rrugë të gjatë. Begi rrugë e gjatë është, sepse fillon prej konceptit të jetës në familje, pastaj sistemi shkollor, dhe pastaj ana juridike shtetërore. Pse po them kështu? Domthonë pse fillon prej familjes? Nga se për momentin më së shumti që atakohet në shoqëritë tonë janë vlerat familjare. A bën kjo me qëllim të keq? A bën nga pavedia që kanë njerëzit? Është çështje që diskutohet. Por që ka me rezultu negativisht, kjo është e sigurt. Po shihen, veç po fillon. Po shihen gjanat. E pa debatin edhe në Shqipëri, jo vetëm sot, po që një dekadë, se çka diskutohet. Nga se ata që nuk ja dojnë të mirën popullit, kanë me gjetë edhe argat me të cilët punojnë për këtë çështje. Kanë me motivu në forma të ndryshme. Edhe pastaj ai ka me marr përsipër që ta shpërndan këtë ide. Jemi pak keq me kohën hoxh, po kur po flasim te kjo pjesë, për shembull, sidomos tek rinia jonë e sodit, nëse nimi teolog pak tu na jep ndaj përshkrim në gjuhën arabe, më njëherë akuzoheni. Kurse në anën tjetër na vazhdimisht edhe familjet, sidomos prindrit e ri, insistojnë vazhdimisht që para gjuhës shqipe mu fol gjuha angleze, terme angleze, dhe kjo në fakt po e haron edhe gjuhën shqipe. Tash nëse i marrim këto dy paralele, po i bjen që nëse një hoxhë nina pak të fol diçka në i përshkrim arab, është shumë keq, po nëse nina fëmin të ditën të lyp diçka në gjuhën angleze, po jo shqipe, është shumë moderne dhe është shumë trend. Të them të drejtën ky argumenti që e akuzojnë se kinë se ne o gjëllar flasmi arabisht, kjo është qesharake. Kjo është një mbeturinë e komunizmit, e cila ju ka mbet njerëzën e kokë, në ide. Dhe ata nuk janë aq kombëtar.
As që e flasin gjuhën shqipe. Po jo se këne i mytën të folë anglisht. Jo më rriq, po fare, ata janë si shku madetit. Do me thonë, nuk kanë ne farë peshet madhe. Po propaganda anti-islame e ka para pa edhe këtë akuzë. Për shembull, thot, ne s'mund të jemi musliman se jemi shqiptar. A ka fe shqiptaria? S'ka. Veç ai cili s'ka asë një libër të lexuar, as koeficient minimale të logjikës. Mu me pretendu se ka dikush, ka një fe shqiptaria këtu. Pra, janë qeshara kur dalin publik. Dhe dyta për shembull, ne nuk i dojmë islamin sepse na lidh në lindje. Kanë harru që kishat e para janë në lindje. Ata postoj që i përmendin këta në për libra. Janë shqiptarë. Kanë arru që Spanja e kanë zhvillu musliman? Shumë faktë kjo. Kanë arru të pjesë. Kanë arru këtë gjendje, për shembull, dhe diskutojnë, thonë, na, po flasmi shqip. Në anën tjetër, nëse studion historinë e tyre individuale, janë të dështuar në jetë. Nëse ja fshir familjet, orientimin familjar, të dështuar në jetë, dhe dalin thonë, ne mbrojmë kombin. Unë lutem të Zoti, që të mos vjen ky komb në dorë që ata me ndodhëre. A i pengon hoxhës kombi shqiptar? A ju pengon për shembull? Po çështë pengon një diçka që gjenetike. Çështë është e mundshme. Kjo pyetje më së pari s'van më ekzistu. Çështë pengon, nuk po tham ty. Okej, mirë. Unë po flas si fenomen. Se debati zhvillohet që nëse ti je hoxh, ty të pengon domethënë me kon shqiptar. Jo, po kjo propagandë e kishës katolikocentrike, e cila për çdo ditë po i konverton shqiptarët në grek. Dhe kjo është fakt. Heni në Shqipëri në të banin emision, dhe kështu nëse si shqiptarët konvertohen në grek, sepse kisha greke nuk nje ortodoks shqiptar, me kanon, me ligj. Dhe këta shkojnë në kishë... ka dhe përfitime tjera. Shumë e kjo, përfitime materiale, ku di shka. Pra, ata për me mbulu të vetën, për me mbulu dështimin, për me mbulu propagandën e keqe që kanë, edhe kthehen për shembull shqiptar të hoxha. Kur po flasim për moralin brenda familjes, etikën, çto që përbëjnë shoqërinë ideale hoxh, më janë ndohet në dy tabore. A se këta janë arab, edhe po mundohen na sjell kulturën arabe brenda traditave shqiptare. Për këtë arsye dhe lindi ky diskutim, sepse nëse je etik, e mon fjallën, je i besës, automatikisht konsiderohesh që ti je arab. Nëse je shumë trend, do me thonë, nuk i respekton këto vlera, konsiderohesh ma evropian, ma modern, për që ata është deviju kjo pjesa e etikës morale. Po them edhe njëherë, propaganda e cila bënde për media tona, fatkeqësisht ka një armat të strukturule. Ata i projektojnë edhe gazetarët, edhe temat. Por nuk është popullik. Hala shumica s'ka folur për këtë çështje. Keni pana për media tona kur njerëzit flasin e më të popullit. Ata nuk e dinë që populli ka mendim tjetër. Sepse nuk mund t'i nështromi një njeriu i cili, për shembull, ka ra viktime shërbimeve të huaja dhe del nëpër media dhe flet kundër substancës së këtij populli. Ky popull i takon Islamit. Ky popull i takon kësaj feje. Dhe të gjitha betejat për shtet ekzistencë ka bërë shumicë. Dhe ne këtu jemi. Dhe ky popull ka me folë ditë. Prandaj këta që dalin nëpër media dhe diskutojnë për këtë çështje kanë interes. Janë antarë të shoqatave ndryshme, paguhen shumë e kështu me radhë. Po thu ka me fol një ditë ky popull hoç, dikush mundet me të keq kuptu. Në çfarë forme ka me fol? Ka me vendos për fatin e vet. Do me thonë, me mjetë demokratike nëse flasim në çfarë pjesë. Po në vazhdimsi po flasim për mjetë demokratike. Për shembull, kundër përgjigje adekuate është, a e shihni sa trisot i kemi në xhamia? Po. A është bërë propagandë që 25 vjetë. Vazhdan. Pa ndërprekur në Islamit. Vazhdan. Që kemi statistikat? Do me thonë, shumë mirë. Jo shumë mirë, po superlativ. A është bërë propagandë në Evropë kundër Islamit? Që janë statistikat? Që ta thamë një shemë thjesht. 2024 në Angli, vetëm 6% janë deklaruar që besojnë krishterizmit. Keni pa që në Angli shndrohen kishat në xhami? Keni pa që në Zvicër kishat shndrohen në xhami? Kush janë punon Islamat i popullit, ata janë të mëshëm. Askush. Ata lexojnë vetë. Pra ky popull në heshtje e kupton orientimin. Mund të flasim neve në vëdhimet koha, që pse humbi kohë edhe gjenerata. Edhe gjenerata, pse shkatrojmë familje, shoqëri. E pastaj na bën të vonë me riparu, por ndryshe sepse nuk kemi këtu na për të bërë shtet islam. Këtë duhet ta themi. Ne jemi musliman. Ne mund të bashkëtojmë me të ligje pa problem hiç.
por ne nuk t'ja lejojmë diku që të flet në emër të Islamit dhe shumicës dhe të cilëmi. Momentin kur je musliman, do të thonë ti edhe brenda shtëpisë e din rregullën, e din çush mos sill edhe pa ligje edhe me ligje shtetërore, ti e din vetë çush mos sill, siç ato janë ligje që ty të karakterizojnë si musliman. Po e përmendi Zvicrën në fakt, edhe normalisht në vendet evropiane nuk im imponohet as një shishe ujë e le ma feja, unë po e shoh që Zvicër me sa e pash aktivitetet e tua këto 2 javë të fundit ka qenë shumë i begatshëm sa i përket investimeve brenda Zvicrës për xhamia. Po, realisht xhamiat në diasporë janë të luajnë një rol shumë të rëndësishëm dhe të edukimit kombëtar të brezave të ri, sepse vetëm në institucionet e xhamisë, ku ekziston edhe katedra, mësohet gjuha shqipe. Ekziston edhe shteti jonë atje, ambasada, e cila ka organizuar Gjuha shqipe the. Po, në gjuhë shqipe. Që se po ju akuzojnë. Jo, ne nuk kemi ne nuk e kemi fare dert kush na akuzon. Sepse Kosova është e vogël dhe ato që flasin për një orë e kuptojnë kush janë ata. Domethënë fare s'kan hiç fare, ata kanë interes personal të vetin. E interesin e personal nuk mund ta dikton vlerat e këtij populli. Ata do të vinë në ditë që vetë do të dështojnë. Dhe dështimi plot, nuk ka dyshim aty. Ne ecmi rrugës tonë, se kemi dert këtë çështje. Po them, në diasporë, tu përfshin Norvegjin, Gjermaninë, Zvicrën, Italinë, vendet e Evropës në përgjithësi. Në xhami ekzistojnë qindra nxënësa të cilët mësojnë shqip. Ato nxënësa janë shqiptarë, kanë lindë në Zvicër. Kanë lindë, janë me Zvicrës, por që shkojnë në xhami dhe mësojnë gjuhën shqipe. Dhe të gjithë ato që frekuentojnë xhamit nëpër Evropë, të gjithë flasin lirshëm shqip, kanë ambicie për shtetin shqiptar, kanë lidhje emocionale me shtetin, sepse nëse i shkputet gjuha, i shkputet lidhja emocionale me vendin. Prandaj po flasun këtu që po folet anglisht më shumë se sa shqip. Po për këtë arsye është rreziku i madh i këtyre pseudo-shqiptarëve, të cilët dëshirojnë ta tjetërsojnë, a kanë qëllime tjera për mu duk më modern. Shumë e qartë. Për mu duk më modern. Ne kemi njerëz për shembull që flasin këtu, mos ta bëj personale, që flasin kombi, tradita, gjuha, ndërkohë që fëmijët e tyre nuk dinë shqip. Që mos flasim me emër me emër. Për këtë arsye thash një ditë do të flasmi, do të flet populli. Përgjithësi për shoqërinë, kështu që përgjithësi, për këtë arsye thash një ditë do të flet populli, sepse bën të padurueshëm kur flasin për kombi shqiptar ku diçka, ndërkohë që fëmijët e tyre kanë martuar me grek, tjerë i kanë martuar me ku diçka atje, e thon kombi. Kanë harruar që ne shqiptarët, shumica absolute muslimane, ne kemi kodet familjes bege strukturune. Edhe gjithmonë kanë miruar të kode. Dhe kena me vazhdu, me ndërtu këtë shtet, me mekanizma më modern të mundshëm, dhe me bë këtë vend më dashur se sa vende kudo tjera në botë. Pra, si shoqëri shqiptare kemi shpresë që këto kode t'i ruajmë edhe të krijojmë një shoqëri ideale për gjeneratat e ardhshme. Sepse për momentin jemi në farë prove kështu si gjenerat, po i kemi kogja problem orientime. Jemi në tranzicion dhe ne duhet të bëjmë pamundurën që t'i qëndrojmë vlerave tona, sepse nëse shuhen pastaj probleme shumë. Po ky tranzicioni hoqë ka pra një fond? Mos haro, një gjenerat është. 99 është një gjenerat. Një gjenerat? Po, o shkriu një gjenerat. Që tash është koha me eduku gjeneratën pas 20 viteve. Por ju një gazetarë dhe ndoshta keni edhe hulumtime të tilla. A e vreni për shembull që situata tash në 2025 nuk është e njëjtë që në 2015? Jo, sidomos 2015 ka qenë kogja pikë. Sepse dëgjoj vetë prindrit, shumë e vetë prindrit janë të pa që diçka nuk në rregull. Vetë prindrit janë të pa që diçka nuk funksionon. E vërtet. Edhe prandaj ato janë të lyp një përgjigje. Mandaj kur ti lexojnë krit mësimet fetare, e vrenë që aty është përgjigjja kryesore për me eduku gjeneratën. Shumë e qartë, na kemi prind për shkak që vinë diskutojnë. Edhe në zyrë ku jemi atje, gati në bazë ditorë na takojnë njerëz 5-6 takime që diskutojnë për probleme familjare. Dhe normal shteti është i paaft me diskutu këtë çështjet. Pse është i paaft? Po na suni bona këtë Kosovën burgje. Po dhe s'na duhet. Edhe s'na duhet. Edhe domethënë, ai thotë kështu, ç'është e mundshme xhamë, e çoj fëmijën në shkollë, degenerohet në shkollë. Ku është problemi? Dhe ne i themi për shembull, mos ja shkput lidhen me Zotin, sepse nëse ai mendon që nëse fëmia edukohet në atë mënyrë që vetëm ligji i kësaj jete të cenzuron, ai momenti kur ka mundësi me thy ligjin e thën. Po. A kur i thu kudo që të shkosh në ditë që më llogari para Zotit? Po të sheh Zotin. Normal, ai pastaj e krijon një personalitet që ajo që s'është e tij, s'është e tij. Ajo që si takon nuk e bën,
mënyra që komunikon tjetër me ta kjo nuk e banë si haj, po arrin në sazat njerëzorës, e zhvillon jetën e vetë, mirë me punë vete e kështë me radhë. Ok, hoq, për shkak të kohës unë të falenderoj shumë që kemi diskutu këtë temë sot, uroj që do diskutojmë edhe tema tjera. Faleminderit edhe për juve, miro pashmi. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ne kaq patëm nga studio e Bardezi, bashkë do të shihemi edhe javën tjetër. Deri në takimin tonë, qëndroni me programet e DTV Media. Mirëmbëjtje.